Para pak ditësh, më ra me bo muhabet me një prend I cili fëmijët I kishte në një shkollë të Prishtinës. Edhe në ndërkohë, më tregoi ke për shqetësimin që e kishte rreth problemeve që ndodhin aty. Fëmijë problematik, thika, boksat hekurit, ngasmime mes nxënësve, e besa ndonjëherë edhe grushte mes tyre. Para mendoje veç mos më ndjej rehat, ani fëmijët I dërgon në shkollë për me mësu, po kur nuk e din, a ka me torë fëmija në shtëpi me foqet kuqeve, flakarishave ose diçka e ngjashme. Për incidentin në shkolla, shpesh na njoftuemi prej lajmeve, e I shohim edhe në raportet 24 orëshe të policisë së Kosovës. E di qysh mund gjallë kurreshtja, më e thash, a thu so incidente ka ndodhur në shkolla të kryeqytetit që nga fillimi I vitit 2025, a është arrestuar ndonjë nxënës. E reportieri ka dërguar pyetje në policinë e Kosovës, të cilët na kanë treguar se prej 1 janar të këtij viti deri më 16 maj të 2025 janë raportuar 49 raste të incidenteve në shkolla të Prishtinës. Në shkolla fillore të raportuara janë vetëm 33 raste, ndërsa në ato të mesme 16 raste. Por të çfarë natyre janë zakonisht këto incidente? E siç njoftoi policia, ato janë lëndim I lehtë trupor, kanosje, ngasmim seksual, blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja pa autorizuar e narkotikëve, vjedhje, sulm, kanosje, armbajtje pa leje, dëmtim apo asgjësim I pasurisë së huaj, person I zhdukur I gjetur. E brenda këtyre 5 muajve janë arrestuar 20 nxënës e janë sekuestruar 5 thika e 1 shufër metalike. E në këtë periudhë kohore janë dërguar në mbajtje 6 nxënës. E krejt këto raste të raportume nuk lidhen direkt vetëm me nxënës. Këto raste janë të raportuara si incidente në shkolla, ku ka të përfshirë arsimtar, nxënës, vjedhje të materialeve gjatë punimeve në shkollë e të tjera. Imagjino, këto janë vetëm rastet që janë të raportume, e ku me disa e sa raste nuk thirret policia. Nuk e din njëri apo I dërgon fëmijët në shkollë për me mësu, apo me u friksu. Nxënës, keni kujdes, e keqja po bëhet sahura.